Allahu Akbar. Prej sot, këtu xhamia do t'jetë funksionale për 5 kohrat namazit. Ky restoranti ka 250 metra katror. Gjithsa nuk konë mënyrën më të mirë të mëjshme, që jemi shumë falenderues. Jo vetë xhami më konë, po këtu më konë qendra islame në Tafers, në Friburg. Po ata mos me dal pa përfitu diçkaj, tani ja u shpjegoj edhe një herë pikat shkurta gjermanisht, ama baza është gjuha shqipe. Një me këtu njeri po metke pa koment ka një paret ku po vishin, njerëzit si po nimojshin, që kete kum përjetu, do me thonë koment pa koment, për shqiptarëve. Hayy ala salat. Po vlera i ka, plotësisht i ka 3 milion e gjys. 1 milion ka kushtu vendi kur është ble, pastaj 2 milion e gjys ndërtimi i xhamis. Sa i përket objektit apo xhamis, jemi konë deri dje, apo deri par dje saktësisht ditën e premte jemi konë me një objekt më të vjetër. Në këtë xhamin e re është duke u punu gati që 2 vjet e gjys. Si që shihni këtu, përveç që është xhami faltore, unë edhe u thash edhe në fillim kur fillun me ndërtimin, kjo nuk do të bëhet thjesht një xhami, një faltore, po do të bëhet një qendër islame, sepse i përmbush të gjitha kushtet. Po, kena orar caktuar, zakonisht bëhen vikend, bëhet të shtunave edhe të diellave, sipas orareve, se zakonisht këto fëmijët janë të regjistruar edhe në për aktivitete tjera, siç është futbolli, basketbolli e kështu me radhë, edhe duhet me ju përshtat. Për shembull dikush që ka trening apo ka lojë futbollit diellave, pastaj i afrojmë me ardh të shtunave e kështu me radhë. Po, ajo që është edhe veçanta se në objektin e vjetër, unë jam imam që 4 vjet, po atje nuk kam qenë rregull. Kam pas disa ditë të caktuara brenda javës, po prej sot këtu xhamia do të jetë funksionale për 5 kohrat namazit. Ama do të patjetër me përmend se kur është filluar ndërtimi i xhamis, nuk ka kaluar më shumë se 150 antar. Dhe kjo është shumë e veçantë. Pse? Sepse ka xhamia apo xhamat që kanë me numër 400 e 500 e nuk kanë arrit ajo që mund ta them me plot krenari që ka arrit ky xhamati. Po vlera i ka, plotësisht i ka 3 milion e gjys. 1 milion ka kushtu vendi kur është ble, pastaj 2 milion e gjys ndërtimi i xhamis. Është bo me ndimin e shqiptarëve dhe veçanërisht me ndimin e xhamatit. Kjo është klasa e mësimbesimit, çka është krenari për ne, se në xhamijat ka mbetur adhetaria. Ka mbetur që këtu flitet shqip. Edhe unë i kam disa po, sikur me pas shqip. Edhe unë kur ta marr mësimbesimin, janë disa fëmijë që nuk din mirë me fol shqip. Çka e thom një herë shqip, po ata mos me dal pa përfitu diçkaj, tani ja u shpjegoj edhe një herë pikat shkurta gjermanisht, ama baza është gjuha shqipe. Këtu jemi te biblioteka e xhamis. Po. Biblioteka është e tillë që ka mundësi çdo kush më ardh edhe me lexu. Pastaj një pjesë tjetër, do të thotë kjo pjesa nga ana e majtë e imja, është që çdo kush është i mirëseardhur, më ardh, me marr librin edhe me lexu këtu në bibliotekë. Pastaj këto libra që janë në anën e djathtë janë për huazim. Do thonë mundin me marr të shtëpia, e lexon, pastaj e kthen prap. Kurse këta libra që janë këtu lexohen. Po, me thon drejtën, shumicat janë librat e mia. Do thotë që unë i kompruar edhe kam dashur me pasuru bibliotekën e xhamis. Tani janë librat shumicat që janë shqip, janë librat xhamis që janë kon, i kena pru këtu. Pastaj kena edhe libra në gjuhën gjermane, gjuhën angleze edhe në gjuhën frenge apo frëngjisht. Këtu jena te dhoma e lojrave. U kam thonë edhe xhamatit, me kvadraturë i ka 100 metër kvadrat. Edhe u kam thonë xhamatit, si në mënyrë relaksimi apo në mënyrë shakaje, besoj që shumica e neve nuk e kena banesën 100 metër katror. E këtu është 100 metër katror vetëm për fëmijët, për të argëtu, për të lujt, e kështu me radhë. Se ka mundësi më ardhe edhe prindrit, nona, baba, vinë për shembull mu fal, në veçanti në Taravi, vinë zakonisht edhe baba, edhe nona, vinë edhe burrat edhe gratë, e pastaj kanë njerë janë ata reklamacionet apo ankesa se fëmijët po bëjnë shumë zhurmë. Unë jam Betërin Sëlloski, unë jam këtu antar edhe kryetari i kësaj xhamis. Unë prej si fëmijë 96-ën, unë 95-ën ku marrë në Zvicër, prej 96-ën kur qelët kjo xhami, unë jam konë si fëmijë aty e non-stop me babën në trastimin. Jena arrit me këtë drejtim. Me këtë objekt mirëm, unë e kom zgjidh shka me bletë, unë e mirëm pak me dretëm të rri. Edhe vendin e kina zgjidh, edhe tani plus arkitekturën që e kina bo. E kom udhes plus këtë punën me të kryesien teme. Deri në fund edhe e kina arrit një qëllim. Ky fondi u bo prej 150 antarë. Do kanë dhanë shumë, ne kina një donator shumë i madh, do qerë kanë dhanë shumë. Kështu që se kemi ditë, as ne sa jemi i fort.
Kina met pa koment vetë. Jo se kina mendu një me këtu njeri po met ke pa koment ka një paret ku po vishin, njerëzit si po një mojshin, që kete ku më përjetu, do me thonë koment pa koment për shqiptarëve. Të sala e konferencës. Këtu, në këtë rast bohen këtu, ka një shpesh edhe pamje kina këtu, që i presin misafirët. Këtu e kina dhomën e misafirëve, që ka një vinë do gjalla për event lindjes. Edhe kjo dhoma që është për granim, ku gratë në mes vete kanë laf muhabet, ku pinë në i qaj me kuzhinën e vetë. Ne kina mendu që mi mbledh shqiptarët që edhe ato që nuk vinë të xhamia, po me artë restoran të jonë. Të fëmijët mi lanë aty me lujtë. Shemull edhe për shkollë Kuranin me mësu, ose gjuhën Shqipe me në tarmen, kësmet edhe jo e hinë luj, që me mësu gjuhën Shqipe. Restoranti ka me funksionu 7 ditë javës. Për gjithë ato që dojnë me drejk me restorantit normal qelësh, të nditën edhin. Për shumë i friqët pijet? Po, këtu janë pijet, ambëlsirët, kanë më kanë këtu, tani njëna në WC-at të burat, banjët, edhe këtu e kina kafet, qaj, edhe këtu e kina një dhomë për privat, me rezervime, kush ka nevoj me rezervu, edhe Ky restoranti ka 250 metra katror. Po, edhe këtu është non-stop tani, sot e kina pregadit për manifestimin. Unë jam Liridan Edini, xhamati kësaj xhamie, po ashtu edhe pjesëtar në kryesinë e xhamisë. Me thënë drejtën, për kushtimi dhe angazhimi i madh krejt atyne që kam punu në mënyrë vullnetare në xhaminë, ka lecu punën shumë për me i kontrollu ose për me kështu se çfarë punojnë, se secili e ka pas punën e vet, e ka di se çka ka me bë, edhe e kam bë me përpikëri. Domthonë, gjithsa nuk kanë mënyrën më të mirë të mëjshme, që jemi shumë faleminderues edhe Allahu i shpërbleft për këtë mund që e kanë bërë. E sa i përket pjesës tonë, domthonë çish prej kur ka filluar rënimi i objektit, çdo çtuna e kem pas ditë punë në xhami, në mënyrë vullnetare. Pa i morë domthonë ditë tjera që kemi qenë aktiv gjithmonë pas punës, shpesh janë ndoshta në orë të punës, kanë diçka ndërprej diçka me orë, me këshirë, me krejt, po ja kemi dalë. Ky projekt madhështor ka zgati kon 3 vite me një pauzë 8 muajsh, po shqyrëzohet sot herë këtë ditë madhështore edhe herën të përfundimi. I falenderoj gjithë donatorët e këtij venit shejt që kanë kontribuar për këtë xhami, qoftë fundore, qoftë ato donatorë të më të mëdhenj. Unë jam Mirat Mexhiti nga xhamia shqiptare Tafers të Friburgit, jam sekretari dhe inxhinieri i projektit që kena ndërtuar. Po, unë faktikisht kur kena karli e parë, kena pas tani kena bën një ditë për me mbledh pare, edhe kemi mbledh 1.8 milion atë natë. Edhe për qatë ditë me kryesin jemi mbledh, thamë, du të me ndru projektin që shokon i parë me bo matë mirë, matë bukër, matë madhe xhamin, për xhamatin tonë, për generatës të reja, qatë e kena pa qëllim. Edhe e kena modifiku, kom punu bashkë me ato arkitektet, me kryesin, që me bon këtë projekt që e kena bo. Këtë kena përvu pin ANZ me këshyrë sa ma mirë shka ka mundësi. Jo veç xhami më konë, po këtu më konë qendra islame në Tafers, në Friburg.